A keni menduar ndonjëherë se një pluhur i bardhë i thjesht mund të ndryshojë gjithçka? Ky është sekreti i sodës së bukës, një përbërës që gjendet pothuaj në çdo shtëpi, por pak njerëz e dinë se sa i fuqishëm është në të vërtetë. Nga furra e bukës deri te pastrimi i shtëpisë, nga kujdesi për shëndetin deri tek bukuria, ky pluhur magjik është një superfuqi e padukshme. Ai na shoqëron çdo ditë në kuzhinë, fryn brumin, pastron arin, shëron, freskon dhe shpesh na shpëton aty ku nuk e presim. Ndonë se nuk e përdorim shpesh, vetitë e tij janë tepër të mira. Në këtë video do të zbulojmë historinë e pabesueshme së lindjes së sodës së bukës, vetitë e jashtëzakonshme dhe përdorimet e shumta që e kanë kthyer sodën e bukës në një aleat të pazëvendësueshëm të njerëzimit. Mbajini frymën sepse ky nuk është thjesht një pluhur, është një sekret i vogël që ka ndryshuar botën. Përpara se të njihemi mrekullitë e kësaj përbërje të thjeshtë, le të kthehemi pas në kohë. Ishte viti 1846. Në rrugicat e New Yorkut të vjetër, aromat e bukës së sapo pjekur shpërndaheshin në ajër. Dy bukëpjekës të zakonshëm, John Dwight dhe Austin Church, punonin ditë e natë mbi brumin që shpesh nuk fryhej siç duhej. Brumi ishte kapriços dhe majaja nuk jepte gjithmonë rezultatet e pritura. Shumë herë buka dilte e rëndë e ashpër dhe klientët largoheshin të zgënjur. Por këta dy burra kishin një vizion. Ato ndërronin një bukë që fryhej gjithmonë, ishte e butë dhe e lehtë. Një ditë, në mes të përzierjes së thjeshtë të kripës së mineraleve, ato zbuluan një pluhur të bardhë në dukje. Ishte bikarbonati i natriumit, ajo që ne e njohim si soda e bukës. Në fillim askush nuk besonte, si mundet që një pluhur i bardhë të bëjë atë që majaja ka bërë për shekuj. Por ato të dy nuk u dorëzuan, e provuan përsëri, kur më në fund një copë brum u rrit duke u fryrë si kurrë më parë. Ata e kuptuan, kishin zbuluar gjithçka që donte të ndryshonte përjetësisht bukën, ëmbëlsirat dhe kuzhinën bar botërore. E quajtën soda e bukës. Fillimisht u shit si një kuriozitet, por shumë shpejt anvisat e shtëpive e zbuluan fuqinë e saj. Tani brumi nuk priste më ditë të tëra që të ngrihej. Buka ishte më e butë, kekët më të ajrosur dhe biskotat më të shkrifta. Pluhuri i bardhë që filloi në një furrë të vogël u përhap në çdo kuzhinë. Ai nuk shërbente vetëm për bukë, por pastronte, shëronte dhe freskonte. Një eksperiment i dy bukëpjekësve të thjeshtë e shndërruan atë në një nga përbërësit më të fuqishëm universal që njeh njerëzimi. Përdorimi dhe përhapja e sodës së bukës. Në fillim ky pluhur i bardhë përdorej vetëm për bukë dhe biskota. Ishte sekreti i një brumi të butë, i kekëve që fryheshin dhe biskotave të shkrifta, por shumë shpejt njerëzit zbuluan se soda e bukës nuk ishte thjesht e duhur vetëm në kuzhinë. Ajo përdoret në pastrim, bënte që enët të shkëlqenin, largonte aromat e këqija, zbardhte rrobat. Pastaj erdhi shëndeti, një lugë e vogël për të qetësuar stomakun, për të freskuar frymarrjen, madje dhe si mjekim i thjeshtë për plagë apo dhimbje. Me kalimin e kohës, ajo hyri në çdo shtëpi, nga kuzhina në banjë, nga kutia e vogël në dollap deri te rafti i barnave natyrale. Sot ajo është një përbërës për gatim, është një simbol i pastërtisë, thjeshtësisë dhe shëndetit, një produkt i vogël që fshet dhjetra përdorime të mëdha. Ja dhe lista e përdorimeve praktike të sodës së bukës, të ndara sipas fushave në kuzhinë, fryn brumin për kek, bukë, biskota etc. Zbut mishin gjatë gatimit. Largon erat e forta në frigorifer. Vendos një enë me sodë buke. Neutralizon aciditetin në disa ushqime. Në pastrim, pastron enët dhe tenxherët nga yndyrnat e forta. Bën të shkëlqejë lavamanin dhe sipërfaqet metalike. Shërben si zbardhues i butë për rroba. Largon erën e këpucëve edhe dollapëve. Në shëndet, qetëson urdhrin dhe aciditetin e stomakut, sidomos kur përdoret me kujdes. Përdoret si gargar për dhimbje fyti apo freskim goje.
Letëson pickimet e insekteve, kur përzihet me pak ujë dhe vendoset si pastë. Qetëson irritimet e lëkurës pas diellit ose alergjitë të lehta. Në kujdesin personal, përdoret si pastrues natyral për dhëmbët, i zbardhon lehtësisht. Heqë lizat e vdekura të lëkurës, pra shërben si skrab natyral. Largon erën e trupit si deodorant i butë, zbut duart dhe këmbët kur shtohet në ujë të ngrohtë. Në shtëpi dhe në kopësht, shërben si repelent kundër insekteve të vegjël. Largon mykun nga muret dhe librat. Ndihmon në rritjen e bimëve duke balancuar aciditetin e tokës. Shuan flakët e vogla të vajit në kuzhinë. Ja dhe disa fakte më pak të njohura për sodën e bukës. Ajo është përdorur në hapësirë. A e dini që NASA ka përdorur sodën e bukës në disa prej misioneve të saj hapësinore? Arsyeja është e thjeshtë, por geniale. Ky pluhur i bardhë ndihmon në kontrollin e niveleve të dioksidit të karbonit brenda kapsulave hapësinore, duke i mbajtur astronautët të sigurt. Një produkt i zakonshëm i kuzhinës tonë që është bërë pjesë e udhëtimeve ndërplanetare. Në luftë, gjatë luftës së parë botërore, kur gazrat helmues u përdorën për herë të parë si armë shkatërruese, soda e bukës luajti një rol shpëtimtar. Ajo u bë pjesë e maskave kundër gazit, sepse neutralizonte disa nga kimikatet më të rrezikshme. Një pluhur i thjeshtë u kthye në një mbrojtje jetike për ushtarët. Në industri, soda e bukës nuk është thjesht për kuzhinë, ajo përdoret në fabrika për të zbutur ujin e fortë dhe për të stabilizuar procese të ndryshme kimike. Sodë është një nga substancat më të përhapura në industri, duke gjetur përdorim në prodhimin e ushqimeve, pijeve, madje edhe në kozmetik dhe në farmaceutik. Për fruta dhe perime, një fakt i mrekullueshëm, një larje e thjeshtë e frutave dhe perimeve me sodë buke është shumë më efektive për të hequr mbetjet e pesticideve sesa uji i zakonshëm. Kjo e bën atë një zgjedhje të zgjuar për çdo që dëshiron të konsumojë produkte më të pastra dhe më të shëndetshme. Në eksperimentet biologjike, shkencëtarët përdorin sodën e bukës edhe në laborator, sepse ajo ndihmon për të krijuar kushte bazike të ngjashme me ato të trupit të njerëzit. Në këtë mënyrë bëhen studime mbi sjelljen e qelizave dhe proceseve biologjike, një element i përditshëm i shndërruar në një mjet për shkencën moderne. Ruajtja e freskisë. Një kavanos i vogël me sodë buke në frigorifer nuk bën vetëm që të zhduken erat e pakëndshme, ajo ndihmon dhe në ruajtjen e freskisë së disa frutave dhe perimeve, duke ngadalësuar procesin e prishjes, kështu ushqimi qëndron i shëndetshëm dhe i freskët më gjatë. Kur piqet buka, soda lëshon dioksid karboni që krijon fllucka ajri brenda brumit. Kjo është arsye pse buka del më e fryrë dhe më e butë. Ajo neutralizon acidet, prandaj shpesh përdoret dhe për urthin ose si pastë dhëmbësh natyrale. Shtete si Britania, ajo përdoret në soda bread, bukë tradicionale irlandeze pa maja, që fryhet vetëm me sodë buke dhe kos ose dhall. Gjermania e përdor atë në disa biskota të forta që quhen biskotat e Krishtlindjes. Në Itali përdoret më pak në bukë, por shumë në recetat e pastave të freskëta, për të bërë ngjyrën e gjelbër të spinaqit më të gjallë. India është shumë e përdorur në gatime tradicionale si për brumra të shpejtë dhe për të zbutur thjerrzat ose qiqerat gjatë zjerjes. Meksika e përdor në disa receta tradicionale të ëmbëlsirave për pastrime shtëpie e të tjerë. Edhe në Shqipëri, ajo përdoret kryesisht në bukë të shpejtë, byrek apo edhe si ilaç popullor për urthin ose për pastrim.
Të nderuar miq, këto ishin disa përdorime të sodës së bukës. Na shkruani në koment, ku e përdorni sodën e bukës? A është një element i domosdoshëm në kuzhinën tuaj? Ju falenderojmë për kohën që na ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton.